Nga stadioni Loro Boriçi i Shkodrës ta shkojnë në pjesën e parë të superstitës së Vllaznia Elbasani, është mbytur 1-0 me golin e shënuar nga Bekim Bala për Vllaznin. Shikoj këtu duke folur profesori me nxënësin, është profesor Asit Hafizi i futbollit shqiptar dhe aty shkodran, por nxënës i tij dhe pedagog i pragues dhe aktualisht nën kryetari i Bashkisë Shkodrës dhe Vega, ish futbollist i Vllaznis dhe i kontratës në Liri. Rudi, pak me herë të folë dhe profesor Hafizi, pamën tonë, por sa po pamë, ku e su e parë, Vllaznia Elbasani. Knaqën për rezultatin për noi? Besoj se Vllaznia po përjeton një rezultat të mirë. Disa po terreni ishte pak i mirë. Por goli i parë si dha qëtësimin e punë që ishte në moshën Pa i përqenë të tepër po përqenë dhe nusë taktikë që i Në kryetar bashkiet, po flet në anën teknike, flet si futbollist dhe si teknikë i mirëqirjes i futbollit. Që jemi në pjesën e partijës për parallelisht bashkia ka pjesën është një histori suksesi, standardet në sporti, i sportit në një kënëri në pjesë e eksperiencë dhe të pjesë. Sigurisht sa shumë sukses edhe shpresoj të fitonim kampion. Kira Vllaznia dhe trajtori të nisën shumë mirë që ka Vllaznia në pjesë e sportit. Elbasani si është para shikon pjesën e dytë. Para shikon në minutë. Nuk e di për golin e dytë, por të them se do të jetë një ndeshje e dytë. Ishim me Rudi Begën, Begeshi ish futbollistin e Vllaznisë dhe të ekipit kombëtar, domosdoshmë tri, sot nën kryetari i Bashkisë së Shkodrës. I shkëputën për pak momente se po komunikonin nostalgjinë e Vllaznisë me profesor Hafizin. Në shumë edhe për profesorin trajneri por ku isha tek Vllaznia sa ishte në ekipin e parë dhe një eksperiencë fantastike në morë. Shumë respekt për Asit Hafizin dhe Rudi Begën. Do të takojmë sërish në fundin e takimit me prononcimet sidomos të trajnerëve kombëtar. Shpresojmë me urimin, me parashtrikimin e Rudi Begës 2-0 për Vllaznin.